Mirë më njës o dajo, mirë më njës o të rëna filme ves. Buongiorno, kalimera, guten morgen. Fundjavë të bukur, fundjavë të lezetshme. O nene, o nene, o nene, o nene, o nene, qa nuk puna shikojnë sytë, qa nuk puna të gjojnë veshët, kujdes. Ju që aplikoni si shofera profesionist, si shofera të kualifikuar që keni patentën e klasit C, keni patentën e klasit CE, keni vajtë në Kroaci, keni vajtë në Sloveni, keni vajtë në Poloni, keni marrë kodin 95. Se më ikë u zeri, mi ikë u zeri. O nipqe, kujdes ke që ndajua. Në qoftë se e ke marrë patentën e klasit C, CE, rimorku, autobus, kamion, shejtan të birë, të fshatit, të qyteti ku je, e ke marrë me lek, mirë ke berë, është puna jote, është djersa jote. Të lutem, në qoftë se ke dëshirë për të ardhur në Gjermani, mundohu të jesh i sinqert dhe t'i tregosh dajos dhe t'i thuash që dajo, unë patentën e ka marrë me lek, prandaj nuk e ngas kamioni. T'keqe ndajva. Se po na vini këtu me patentat e klasit C, me patentat e klasit CE, të kompletuar me ADR, të kompletuar me kodin 95. Dhe kur vjen puna pastaj, që ti i bë kamioni të Gjermani, larushin e shyqos, zdi të parkosh, zdi të hapësh derën mbrapa, zdi të parakalosh e shumë gjëra të tjera. Prandaj, ju lutem, e kuptoj që jeni me alle, e kuptoj që jeni me siklete, e kuptoj që jeni me kredi, e kuptoj që keni marrë lek me fajde, e kuptoj që keni borgje, si ju dhe ne. Mundoni të jeni të sinqert. Në momenti kur aplikon si shoferi kualifikuar me patentë klasit C, i kompletuar me kodin 95, i kompletuar me ADR, të lutem, mundohu të jesh i sinqert me personin që të ndihmon me anxhesi në Tiranë, me anxhesi në Kosovë, me anxhesi në Maqedoninë e Veriut, me dajon që ju orienton. Thuaj të drejtën. Dajo, unë e kam patentën e kamionit. Po është me dhimbje barku, është me prerje barku, se unë si kam hipur asnjëherë kamionin. Që edhe dajua, kur flet me punëdhënë, si ja thot, ja tregon, o vllaje, ja ka te jo ande, që të ecësh përpara. Unë përshëndes, fundjavë të bukur. Mos u mashtro, tregohu sinqert.